Faleminderit. Kjo është fill. Kjo zakonisht marrohet prej dronit brinit kaut. Për mos me prish, se mund me prish kjo me kanë drun ose me qasë diçka se ka lagështi të madhe. Kjo edhe vet kjo e ka atë melodinë vet. A mund më imshu? Ma për zemrë si më flenë në gjak, në shpirt, është gajdja. Pse? Është për atë arsye se kjo e ka shoqërusin e vetë. Ka shoqërusin e vetë, që edhe kavalli, po kavalli s'ka shoqërus vetëm vetë, diqisht t'inglon një fort. Edhe qiftelia me kanë si kam shoshni, qiftelia e mirë shumë. Po vetë u im shëjone, i kum pas gjithmonë në gjak instrumentet ma shkurt. Po. Ish luftëtari i UÇK-s, derisa sot ka lënë ditë duke krijuar tinguj muzike, ai kishte përjetuar zhurma të forta nga sfidat e jetës. Më të mëdhajat ishin ato të luftës së fundit në Kosovë. Murati kishte dhënë kontribut edhe sa i përket çështjes kombëtare gjatë viteve të 80-ta. Se u bon të më shkollë të mes me knina, u shif ke puna si neve shkavi, na shkavi arrim, edhe do të arrim gjithmonë, edhe ma mirë mi thonë shka se sa sërë, për qëfar arsye. Po ta të regoj një arsye, kish Vučići e kishte dekoru, pse ka thonë me i minë shqiptarët një shka, e ka dekoru dhe i ka ofru vendet punës. Ta shti ne, do më thonë e ledhatojmë. S'ka nevoj me ledhatu, në në vend tonë. Tellë të nishën fillun demonstratat. Këto në hanë të lezit, nuk ka pas shumë në Kaçanik, do më thonë në Prishtinë, Ferizajnë, aton, aktivitetet si kem nalë kur, tellë të treshën, pa të nalë policia në Lesan. Milicia, se qashtë e në konë. Pse thati veshësh kuqësi? Kisha një majitë, si sot më kujtohet, konë ble kam telefon këtone, konën e Minduraku i përdoj ke me Shqiponi me illë. Për shka thash, kjo juana është juja, fillu e dhumë në atëherë ato. Ato nuk kishin një idea si u folke kush. Ato leje. Ato dhije si më konë ajo është kombi tjetër kom, kjo më slavë. Po i qka me batin e tonëve, si më të thonë, qka e bat këta tonë. U detirova drejtë me thonë do fjallë, mja thonë do fjallë jo t'hesh me për mu. Thash ka pe e banë këtë sorë. E thonë ta shava me sorën me kitë. A për kuptane, shava unë, thash ti pe e mitë me më thonë mu, nuk e di se që është kja. Thash, e kom ditë, thash si e bashkëpunëtori ti, thash, më bashkë që ka qëmë, thash se kom ditë. Gjatë asaj periudhe, ai tregon se ishte i kërkuar vazhdimisht nga policia serbe. Dhe si të erdhashmi, taman kum him rejna, taman di policë. Se që këshin për cilë, zotë e din. Taman kum him rejna, rap. Bile na unë me të pas shpirt, ishte nësin gjomë ashtë pak. Konqat e kanë 2 ora. Po i thot ati vlavit, Ibrahimit, dies pas. Tha u Murati këto, tha po. E tu i mrenë, tha ik, tha për dyrda jo, tha pëse me ik mëre? Tha po, tha shurot, që ata, thash, shka e kumbon, thash, jem krenar, jam i knash, thash se, e di unë, thash, shka kum hjek, thash,
Veç unë shpirti jam e din. Edhe, tha vetëm le të njoftimin, tha, edhe të shëjmë. Jo, thash, anë e di. Ato janë konë të dytë, njoni koni këtu, njoni që të i gatë. Shkova ti në Lezan, në stacion, koni i garancë një farë Muse, Musa, Berisha, se a i strënim pi Kotlinës, strënim pi, tha, o daj, tha shohë. Tha, harë liko, thash herë paqë. Tha, po të thonë, tha, di shka falë. Thash falë bre. Shka ta, pëshnish, tha, mos e lipi. Jo, thash falëmlesh, thash, po jam i vetëdijshëm. Thash se me konë kisha mujtë me hikë. Falëmlesh, tha, është dy, ma tha, du me thonë, a nuk u të zëke me thonë atë fjallë. Për që tash janë do një qatë, edhe s'kam qka më shej, do me thonë, s'kam qka më shej për tina. Edhe falemlesh për tina shumë. Filleshin demonstrata në Lezan se pa nalë hiq. Pa ta një, që kisi po të ta merë dhe morë, mu ta këshin pas skil, ta këshin pas bon, se ajo konë gjithmonë bashkëkontori tine. Ta këshin pas gjesë, ko ka arë veç më këshirë mu bana, edhe më këshirë strend. Kuptan? Këshirë strend, ka e qutën atë, se këshin pas bon labë kështa për toke. Edhe, u konë një i blocës. Ka pas një gjithë automatike, selkën e të akatë me tutë, si na thëjmë arushën me shosh, nuk tutët. Edhe tha, qishbe tha ti, tha, ju kini pasuni, ju kini, tha, ridi shka, thash, kina, thash, mu jam qëton, thash, s'ka shka qishtek. O ka një atë, kina punu bashkë në Vinqa, a i pa dalë policë. Tha, qka i banë, tha njëri, tha, pse e ke gjithë, tha, këto, tha i full, tha. Pse si full, se tha jashtë, apo këto. Tha, se ke gjithë me dorli, tha, e ta shave, ta punë. Bile si sot, i ka vdjek, edhe ushtarë ka qenë. Ma pruni qaj ben pi qati. E du të me thonë, më liroj bashkë. Ka arë një katunari jam, unë e njufë se kom pas kur. Kujna i e, tha ti, thash i Pejazit. Pejazit Kotlinës, thash po. Tha po Pejazit, tha, ka dhem, ka ljup, ka dhi, ka mal, ka pasoni, thash po. Kina, thash po, so interesant, thash me pas një. Thash e tjerë, thash me djekune. Si nuk ka hap këto. Halam duke që i kosë më dhem. Të me thonë katunarët e posë, ma boni që atonë. Po nej, se hajtë të ashtja ishte dore ti, s'kishe shka. Atë natë, netëm të edhe 11 ati në stacion në Hantelezë, pe ati në qutën në Kaçanik. Fatkeqësisht, ai ishte i burgosur e i maltretuar nga regjimi serb. Atë natë kem bujnë Kaçanik 23 vetë, sikur që kjo dhomë, konën 26 janari. Dhe më dhe 26 janari 90-ës. Si ne patë marë kushtetutën Jugoslavi, Serbia atë. Me anejtë me në qatë gujnë tej me shpinë për shpinë e kem përshu, ketë kem fliqë ati. Edhe bukë në abi keni do fëmijët e Ramiz Brutit, dhe falim dhere shumë ata, dhe është Ferizaj rrinë. Du me thonë nuk në kanë lanë me hikesh sa kem qenë atina. Bile erë në mëngjes një polisë, a këni njërë, mësë më njërë, thaj, minus në janari, unë kom minus disa dhe dimnat fort atë. Dole një shok, një farë. Kur a unë një të njërë, thaj, po, tha, bëlloj ftof, me të vërtet ftof, se tashti, atë kujnë e lëshutën poshtë, jashtë kënim ato në halë. Tina. Edhe përzdi, a hini, duhet e këshin pas maltretu fizikisht. Edhe unë tha këtë tjetëri, unë qatë isha, edhe më kogja. Po e trivi shka s'për përballojke, drejtën me të thonë. Pe atyjit, na qutën Prishtinë, në burg. Prishtinë numër 6, së në kujtot ishte rreth aja, aj burgu. Që aty na kina nej nuk zdi sa me të thonë. Sa vetë, nuk di. Edhe, aty, kem ra, do me thonë, kem pushu, s'kishe shka se grumë më lëket një sikur peshit.
Na qunë më në gjes, na hipi një krujtme. Ti kish pas morra, babara me ti, ndjes pas të ke morra me bisht. Unë nuk e kom di, s'kish mi bo, morra me bisht. A e kish përjetuaj, që mi njërë për përjetu diçka. Edhe, ku me di që ishëm, thojt, më këshin pas hangër. Kish pas me një në gisht masë, që në thëj, një marë. Më një të mëdoj. Na pronë në gjes, me hangër diçka, në sup, me thonë sup, edhe buk, me 4-5 dite ndo, thash, taza, plastikës këtë lamë. Ati na të rejthen, do me thonë, kishte njerëzit së mund, kishte nevojnë e krishmit, që ati na burgi o burg. Po shi që zotit, thash unë me hjek, unë sa kom hjek, po sa kanë hjek tjerët ato si cëllje dindre se e pe ati na qutën Dubravë. Dubravë ati na kishen mirë, kishen. Mirë, kështo, a fizikisht jo, maltretim, po psikikisht sa dush. Në 3 natës na thirshin, 4. Ma të mirë në gjumë, 5. Edhe janë konë do kejtë, do qka thashun e do të nëstohëm, hem kupi njerë. Thash, qka për na merë, thash, a na këni prunë, po thash bërë këtone, tha po. Për shka na këni prunë, tha po, keni kri, tha vejpër, qfar vejpër kem kri na? Thash, kemi liptonën. Ajt, vës kishin drejt me në rase, koni kumanovës, në zonë emocion njeft. Tash ti, pe ati, netëm, disa dit, na qutën në burg të Smrekovnicës na prunëtën. Nuk e dishmi ku më na qenë, si dish ato burge drejten me ta thonë, do theshin, jo janë të na qu për Serbi, jo, i përzishim, po mirë. Na qu, i shkon burgi, du me thonë, burgi liri shkon këtone. Edhe ati ka, pe ati si u ka, na shurën të shtunën. Se sa të më kujdohet, shtunën, bë një arsije, na kanë shu të shtunën, po ajo arsije, ato e din mas shumë, të mas mirë të e din. Se shtunja nuk është e mirë me të shu, kur? Se që u këshin hodën e kanë e shutën shtunën dhe hupi, kejtë e hupi. Këto kanë punun gjithmonë me prapavi. Po, ne do të me konë shumë si qilt me për to, se këto, dje si këto ku ta folin një fjallë të mirë, dje si ato kanë ras deri këto në humnerë. Këto kush ne kanë dasht mirë, kurën e kurës. Si pasojë e maltretimin nga policia serbe, ai me javë të tëra ishte në trajtim përmes mjekësisë popullore. E krejt kjo, sepse kishte shprehur haptazi për krajen për familjen Jashari në Prekaz. Në 98-ën, kur i përkrash me Jashari, drejtën me të allaj, bo masakre pa para po, me kini një edhe vetë. Atina më patën thonë policia, më patën rejsi, 6 javë kom në likur dashit. Po morën policia ati, tha, ki armatim, thash, jo be s'kam armatim, thash. A ka o që këtë, thash, po, ka. Ku janë, thash, po janë, ku i diune, nuk i diune, thash, me kanë shkoja, a ku danë. Me kanë, me disi, me kanë që ka o që këtë, thash, shkoja, ne, anë rrje dhejshmi. Armatimi, tha, ka thonë, tha, një kojshjajt, tha, si ki, qështë na, që thash, në i bera, të kojshjajt, thash, mas i kam, thash, po t'japë. Ne, si tash 6 javë ditë likur dashit, se zgozëshmi me shku në ambulant, se ishte në masat e dhënshme. Kom ne me ilaqe popullore, bile në atë kohë, u konën 17 maj, qatë ditë edhe ditë lindin e kom pas, qatë ditë. Edhe, do kishin pas lak në rasoje. Ilaqet popullore që bim në ishin, do me thonë, që kjo anë se hala kam pak si loj si paralizu me këtë anë. Se shumë kam pasëri. Po për në mramje, dashtë me shku në ambulant, në Kaçanik privat. Kur kem shku atje, tha 10 euro. 10 marka. Atër 10 marka ishin shumë. S'kishmi se nuk ishin shumë. E kur shkutëm atje, tha vëllaj, tha, këshin me ma thonë që kine lekcionin. Se kine ma thonë qështë në sikur pantallë zi, u pa të mo. E kine thash leje, thash të mprishme që ka formu ku me pa më këpak. Thash leje, thash, s'ta kom thonë, thash leje kejtë.
mi morë dhe të marka. Kupton? Ajo, do me thonën, jo për qefë si këshmi shku për gazepit, për dhunës shkallët, ajo as që dashti me një. Po, andi ke kismet, shif ke si lufta, pa të marë për mosat më doja, pa të marë në Kosovë. Me nizet e bashkëmiruje, do me thonë, në për qëknje. Bashkëmiruje se do rezizat e kas depërtojke. Me nizet e një shkurt, në avratën atë kusherinin, katonorën nga furlokën me djallë në barë. Aj ka qenë atë, aj e 68-ën e ka pas qitë flamurin të fakulteti bujqësisë në Tetovë. Atëherë konë në Zansë, se pi Tetovë, atë jam shkruar pi atjet, pushteti si kalon, kërkon me nejtë ato, se janë konë po. Janë konë njekt. E mande, unë e shkova, e mora fëmi dika për i këtu, unë shkova në Kotlinë, në Katon. Ku kom shku në Katon atje, bore madhe, është një farë lumi aty, në të menu si gur, di? Gur i madhë, po si shka në grinjë, ishë bon që ka, shkure kom në komën, bom atje, kom ra, dje ka në uj. Kom shku në Katon atje, në dje s'paz vlajt madhe, thash, oj smetash, kina orë, thash, mu përzi, apet prap. Tha, hajde bujrën mërë, tha, koha, tha, ka orë mu përzi. Ne, se me nëherë du me thonë, e prejmë të okonë, krisi pushka në puset e nikës, unë ju bashkan gjita me djallën e vlavët, ta e kanë pas mitë në bonartë Kotlinës, në masakrë. Familja Muratit ishte prekur shumë nga lufta, derisa ai tregon se si kufoma e nipit të tij ishte gjetur në bunare. Djallën e vlavët, po 99-ën, me 24 mars. Masakre e Kotlinës keni ndigju, ndoshta. Duke pas parasysh kontributin e tij dhe të familjes gjatë luftës në Kosovë, ai ende konsideron se ndaj vendit tonë po bëhet padrejtësi. Po thomë se janë të bon shumë do padrejtësia ndaj kombit shqiptar, gjithkohon. Po, shiqo, pej qatë ditit, kur ka thonë Hashim Thaçi këti lajqakët, si nuk je i përshtatshëm për neve, unë ndash analist, ndash se njeri pej kondit shumë shef. Pej qatë ditit, kur i kanë thonë, e kom ditë si këti kanë me abon një dzirë si Zotë edin. Se këto, motër, këto nuk kanë bon, ku më pas, që unë për shemë, po thomë, ku më pas, më revaktu në me bo masakra, genocida, qka po thejnë ato. Ku më pas, ku kina pas ko? Na kina rujt kokën, kina rujt pople, kina rujt civil, fëmi. Sa masakrën e kanë bon fëmi, 1400, 600 sa janë fëmi, shka i kanë masakru, për i turp më shbe. Edhe sot halak shi me në akuzu, me në një losë. Po, shiqo, Sali Mustafës, mos kujto se ka denu Haga, këto i ka denu Serbia. Këto i ka denu Serbia. Këto i ka denu këto shifursa tonë. Pse? Na ka rri. Po ti t'ka rri si e konë kundërshtar, që ishë mërej kundërshtar i vetë tani e konë. Po t'ka rri ti vetë, ka dosh me... Bile thom isha Allah vetë në i ligjen verë hoqës, këto t'a bojnë vetë grupën me një vetë që ka kanë bo. Po kjo turp, nish lirimtarit me a bo këto në kush rrugaci. A shqifur se janë ato. Të rrugaci gjithmot ka mon më qafë. Por, Murati nuk e la pa e përmendur edhe kryeministrin aktual të Kosovës, Albin Kurtin, ku sipas tij ai nuk po e respekton gjakun e dëshmorëve. Një vllau em ka qenë rob luftë, ai ka qenë me Albin Kurtin për zhares 14 muaj 17 ditë. Dhe ta i shkret, do me thonë ato tjekna. Albin Kurti shok vllavit e kam. Him familjarisht dalë me ta. E respektoj, e nëroj. Me një vend si nuk respektohet gjaku i djerdhën. Me një vend si nuk respektohet dëshmori. Me një vend që nuk respektohet liria që ishtë duhet. Se gjaku i djerdhën është maj që mush mos ki ku e qanë. Gjak ma.
Atina s'ki shka. S'ki shka. Apo mendon që Albini së të respektu? Thash, qaj që nuk e respekton. Qaj që nuk e respekton. Unë jam invalid i luftës 65% shkollën. Hajtë banna një pytje mu ti, a ka o në institucion me ju pyt, o bac, a ki me hongër, a ki me pi, a ki rnes, a ki pare me shku te mjeku, a ki tretman që duhet. Tash nuk është thonë me shku me morë një par kokra që atina njerë e gjins, ose dera. Për ne i këtë duhet tretmani shumë ma i mazë, ne i në ato moshua, peshe. Neve na duhet, na ka pasar projekt ligji i Kroacisë, po e hupën. Qa do me thonë ti, shko në i merë 20-30 euro një par kokra, hajde unë diqish për e sili, po si nuk kanë, nuk kanë njerëzimi. Me lip limosh, ushtari shka ka dirë gjakon turp sot. Turp, me një vend thash si nuk respektohet gjaku i derdhën, që ishtë duhet. Une nuk di ma në thonë, që me të thonë, se gjaku i derdhën shumë i shenjtë është. Po Albini, për me arrit hapa ma të mëdhej, duhet me u konsultu me që do shka kanë dhonë, shka kanë dhonë, do më dhe të shka kanë dhonë jetë dhe kanë shku, po thuja qatë shka ka shku, e ka shku me dhonë jetë, pse janë gjallë që ashtë nuk e thonë, ketë në luft me vdik. Se të tregohë dhe maret, me një vend që të respektohet ushtria, si të respektohet gjaku i derdhën, atina pa dyshim se ka me lindë e mire. A nuk respektohet gjaku i derdhën, nuk ka kur gjaku, kur. Unë një mesazh jarqoj qeveritarve që me pas për kujdesi ma shumë për shtresat e dalur nga lufta, se prej luftës ka rrjedh gjithçka. Se mos t'i shkon lufta për shabjesë, na sot banë aki kishmi folë sërbisht në shpia tona. Edhe rini si thëmë më vedisu ma shumë, me punu ma shumë, mos me shu venin, me ik, me gjallnun venin tanë, me lërzu venin tanë, ta shti gjithmonë kem pas një skamje, po që tash nuk ka skamje që shka pas ma heret. Që tash mund me nëzirë, në tana, ka të shkojsh mund me nëzirë lekun, dosh me punu, ka vene që ka mund me punu njëri, po vinë për jashtët për qelin firmat, nuk për qelin firmat. E simpatit e veçant, Murati ka edhe për ish diktatorin e Verhoza, kundër të tjera thët se për të du ta jepte edhe jetën. Madje sipas tij, nuk du të ishte fort keq që edhe në ditët e sotme të kishte disa nuanca nga udhëheqja e tij. Simpatia me e madhe për te, kum pas me dhonë jetë për te, edhe hap jetë për te. Pse? Po, shiqo, sa ka qenë Gjaxhi Enver, nivele ka pas ushtrinë. Nivele ka pas shkollimin, nivele ka pas mjekësin, nivele ka pas traditën, gjuhën nuk e ka hup kur. Qëto, kështë që, se na thejna ato, shumë njëri ka, ma ka mit këta, ma ka mit ata, po e ka kështë që, si t'esh kundërshtar të normal, të burgo, se të ekzekuton e qka zban. Po kime gjitha, njëri i pagabushme është vesh pelenia, t'i kosh mi fali, veç ajo e pagabushme. Për dikan edhe ajo konë, nashta i gabushëm për dikan. Po t'i që ta është i kinë shpitanit, nuk ta dërë mëre, se du mëre që ta. Që shka me bon të ashti? O, faleminderit shumë për këtë pyetje, unë po të kthejet e kohë, unë e kisha shku në detirë, edhe pse jam në moshë. Qa do me thonë, me u bon kjohja për një fjallë a vratë për e njeri, për një parking a vratë njeri. Kjo është kjo, kur një fej, kur një kom, nuk e këta unë. Po të ashti, janë të e bon se s'ka lisht, s'ka kur që, s'ka. Donohen, për donohen. Gazet, nuk on regull, kjo mund s'un pëlqen heq.
s'm pëlqen hiç. Këshira në sikur në veri në vështirë me lindë, sikur Gjaxhi Enver. Po edhe sikur qeveria Gjaxhi Enver në vështirë më kthyi. Po me apërshtat diçka, diqish, ban diqish me kon. Po nuk u të respektu sa duhet. Pse nuk u të respektu? Shiqo, tregova ti unë ma heret. Sa beneficionet janë për dëshmori Dëshmori gjallë është dy herë maj vleshëm se dëshmori shka ka vdek. Pse? Sa e ka po dhe vdekjen edhe i gjallë është. Që to do të me respektu shumë. Neve, zboni, thë na e qeveri, tashti, ne i na kanë gjithë, na kanë që mërën deti, mërën banja. Kupto se tashti, muem ka pason, së dia është gjallë ajo i këbale piperku, ka pason që kjo në thati dhe me deti edhe me banja, që e stabilizon, jo me të ik, e stabilizon.